Përshëndetje të nderuar shikues, jemi sërish së bashku me emisionin Gjurmët si dhe çdo ditë tjetër. Dhe në fakt sot do fokusohemi pak më shumë tek një libër, por edhe do zgjerohemi tek tema e që trajton libri, mirë po edhe më gjerë, do flasim pak për sigurinë, për atë se çfarë pritet, si është situata rajonale këtu tek ne, tek vendet e Ballkanit, por jo vetëm. Me mua këtu në studio është Burim Ramadani, përshëndetje, mirë se na erdhët. Përshëndetje, faleminderit shumë. Në luftë hibride, unë do e filloj kështu direkt me titullin, edhe pastaj do i hyjmë komplet përmbajtjes së librit. Pse luftë hibride? Dhe për shikuesit do ta drejtoj kështu librin. Absolutisht është aktualitetin që në përjeton bota edhe që ka konceptu realisht tash edhe me strategjitë e shteteve, strategjitë ose dokumente strategjike të organizatave rajonale ndërkombëtare, por që realisht bota ka kaluar për luftë hibride pa e konceptu për një periudhë relativisht gjatë, është më shumë se 20 vjet, pra prej dikur 2002-2003 kur Federata Ruse ka fillu strategjinë e vetë të ndikimit edhe influencimit armiqësor tek shtetet atë opinioni publik i shteteve, por që pastaj gradualisht e ka ndiku edhe rrjedhën politike, edhe rrjedhën fatkeqësisht për të keq, edhe rrjedhën e sigurisë në rajonin tonë, në Evropë, por mbi gjitha në sigurinë globale. Dhe kjo, në fakt, jo vetëm për shkak të aktualitetit global, po edhe për ato që kalojmë na si shtete, si kombe, edhe po ashtu edhe për shkak të jetës tem, përvojës tem institucionale dhe profesionale, që shpesh edhe individualisht kemi qenë prej këtyre lloj aktiviteteve që tash po përkufizohen si luftë hibride. Në fakt, ju përmendët eksperiencën tuaj, epitetet të shumta përgjatë viteve, kapela, le të themi kështu, të shumta në profesione, në institucione të ndryshme, por unë do ju prezantoj si një njohës i sigurisë dhe autor jo i vetëm këtij libri. Përse njohës i sigurisë? Si erdhi në fakt që ju të përfshiheni dhe të punonin në siguri? Tash është bë në periudhë goxha e gjatë. Në fakt në periudhën e rinisë, unë kam qenë gazetar, po ashtu, që kam mbulu kryesisht temat e institucioneve sigurisë në Kosovë, në atë kohë kur kam punuar në gazetar, ka qenë 2003-2007, këtë autorizimet, përgjegjësitë, kompetencat mbi sigurinë, madje edhe sigurinë publike, jo vetëm në sigurinë e termave të sigurisë fort, kanë qenë duar edhe në kompetencat e ndërkombëtarëve, pranisë ndërkombëtare ushtarake edhe pranisë ndërkombëtare civile, pra edhe UNMIK-ut edhe KFOR-it, policisë UNMIK-ut atëherë, dhe ajo periudhë ka qenë goxha e vlefshme edhe për ta përcjell për qenë pra si gazetare ajo ura e komunikimit me publikun ose njerive për qytetarët. Megjithse, sikurse e dini tashmë gazetaria ka këtë dimension tjetër të avancuar dhe nuk ka qenë, ose nuk është sikurse ka qenë shumë e vështirë atëherë. Dhe pastaj gradualisht jem akomodu personalisht në interesimet e mia për sigurinë edhe në Ministritë Brendshme në periudhë, ka qenë goxha interesant atëherë, sepse ishte viti 2007-2008, kur Kosova po bëi gati për ta shpollë pavarësinë e shtetit, dhe po ndërtonim një plan të përbashkët me UNMIK-un, me amerikanët kryesisht, ose me praninë ndërkombëtare, të asaj që i thonim transferi kompetencave nga ndërkombëtare tek vendorët. Është themelu Ministria e Brendshme, pastaj është themelu policia, respektivisht është tranzicionu prej shërbimit policor në policitë Kosovës e të tilla. Pastaj edhe në periudhën kur kam qenë i zgjedhur si deputet, kryesisht angazhimi im ka qenë në temat e mbikëqyrjes së inteligjencës dhe të temave të sigurisë. E kështu me radhë. Pastaj në Ministri të Mbrojtjes si zëvendës ministër dhe koordinator nacional për komunikim me NATO-n, edhe ishte po ashtu ajo periudha jashtëzakonisht e vlefshme për shtetin, jo vetëm për individin, kur arritëm të bënim
ato 3 ligjet e transformimit të FSK-s në mandat ushtarak, dhe tash FSK-ja është në periudhën e fundit të përfundimit të tranzicionit dhe në fillim të vitit 2028 do të jetë ushtri me kapacitet plot. Dhe pastaj, për një periudhë, dikon 3 vjetë e diçka, kam shërbyer edhe si inspektor i përgjithshëm në inteligjencë, dhe kjo ka qenë përfundimi i pjesës me institucionet publike. Nuk e di nëse kjo mban njës, por definitivisht mban prej njerëzve që e ka një dozë përvojën këtim. Nga njerëz që ju njohin, na thanë që është e drejtë nëse ju jepet epiteti enciklopedi në këtë drejtim, kështu që Jo, shumë e madhe. Nuk e pranoj sepse pastaj mund t'ju zgënjej. Jo, pavarësisht modestisë tuaj, unë du të kaloj pak tek libri edhe pastaj do i rikthemi sërish edhe qëndrimeve tuaja dhe pikpamjeve tuaja. Sa kohë mori në luftë hibride që nga dita e parë, nga ideja deri tek printimi apo botimi i librit? Tash, libri ka qenë periudhë kogja e gjatë e shkrimeve edhe shkrimit pjesëve caktuara për një periudhë më të gjatë, edhe kombinon, është libër i kombinuar, pra është edhe kujtime, por nuk është vetëm kujtime, është pjesa e dytë që lidhet me koncepte teorike të luftës hibride dhe përballjes me luftën hibride, dhe pjesa e tretë që lidhet me publicistikën, pra me kontributin publik në temat e sigurisë kombëtare, sigurisë rajonale edhe me gjerë. Nuk është kronologjik, pra libri nuk është kronologjik, dhe ndërlidh periudhat edhe të memoareve, edhe të rasteve të ndryshme në për rajon edhe në botë. Dhe normalisht e filloj me periudhën ato që ma ka ndryshu, ndoshta edhe jetën edhe konceptimin mbi sjelljen, mbi aktivitetin, mbi angazhimin me periudhën e shërbimit në inteligjencë, që nuk lidhet vetëm me aspekt të shërbimit personal, por edhe në kuptimin e konceptimit të sigurisë kombëtare edhe aktivitetit për to. Edhe jo rol është e vlefshme të thuhet që në secilin shtet, shtetet që angazhohen për sigurinë e vetë, sigurinë e qytetarëve, por mbi gjitha e kanë obligim të angazhohen edhe për bashkëpunimin me shtetet tjera për sigurinë rajonale e më gjerë, dhe është ajo kategoria njerëzve që janë heronjtë e fshet. Pra ata që e bëjnë luftën në mënyrë të përditshme dhe ballafaqimin me të keqen në mënyrë të përditshme, dhe si një suncujist i përbetuar që jam, normalisht vlera më e madhe është përballja me të keqen pa pas nevojë në luftë frontale. Pra, poshtja e armikut para se të luftosh është pjesa kryesore që e bojnë këto lloj institucione dhe detyrën që kanë shtetet për ta arrit mirëmbajtjen dhe promovimin e sigurisë kombëtare. Në fakt, ajo lufta që dim nga historia apo nga filmat në front me mjetet të rënda me armë, ndoshta është e zhdukur apo le të themi është minimizuar në një luftë të heshtur që e bën çdo shtet për ta mbrojtur vetveten. Fatkeqësisht e shohim me rastin e Ukrainës që është e kombinuar edhe kjo logjika e vendeve demokratike, vendeve autoritare, diktatoriale, mbetet edhe matutit në atë interesimin e luftës klasike, sikur se është Rusia në luftën e pa drejtë edhe pa provokuar në Ukrainë, por se absolutisht keni drejtë që lufta sot është jashtëzakonisht e avancuar dhe ajo bëhet në pjesën më të madhe të saj, edhe me në 90% e saj, në ato që e thatë ju, luftë e heshtur, kur njerëzit dhe sidomos opinioni publik si tërësi e gjen veten para një akti të kryer të luftës nga ana e armikut pa e pa se është duke ndodhur ajo, dhe normalisht që vetëm institucionet e sigurisë dhe ato politike mund ta kuptojnë dhe mund ta orientojnë. Po mbi gjitha rreziqet e luftës, njerëzimi rajoni ynë, Evropa fatkeqësisht nuk i ka kaluar.
Ne do kthehemi në këtë perceptimin nga masa, nga qytetarët, nga gjithë ata që janë pjesë e një shteti, mirë po dua të ndalem te vitet të cilat janë përcaktuese edhe në libër 2018-2022 përse pikërisht këto vite. 2018-2022 është për shkak të angazhimit tim direkt në institucionet e sigurisë, mbrojtjes dhe të sigurisë, por po ashtu edhe për shkak të këtij ndryshimit të madh, ose sfiqit të madh që ka ndodhur në sigurinë globale, dhe domosdoshmërisht në këtë periudhë duhet theksohet vihet në spikom ose në pikë kryesore influenca edhe qëllimi armiqësor rus ndaj perëndimit, dhe fatkeqësisht Kosova ka qenë një prej vendeve, shteteve, në cilën Federata Ruse ka pas qëllim që ta portretizoj në mënyrën e shtrembruar, pra ta shtrembroj vërtetën e saj, jo patjetër për Kosovën, por mbi të gjitha edhe për luftën ndaj perëndimit. Dhe në vitet 2017-2018 ka qenë periudha kur kanë vlu lojme të rreshme edhe lufta asimetrike që i është bë perëndimit përmes rastit të Kosovës, duke portretizu Kosovën si një territor i pushtuar nga NATO, si një enklav kriminale, si një enklav e terrorizmit, si një projekt i dështuar dhe total i gabueshëm i perëndimit, si diçka që nuk mund të ekzistojë në këmbët e veta, si diçka që nuk parashihet ose nuk duhet parashihet përsëritje në vende tjera ose në rajone tjera, e që është periudha jashtëzakonisht e rëndësishme edhe me atë që tash ne e njohim si gjykatë speciale ose dhoma specializuara në Hag, që ka qenë ai kulmi i arritjes së luftës hibride ruse ndaj Kosovës dhe perëndimit, dhe deri pastaj deri në vitin 2022 kur shtetet, duke përfshi Kosova, ka kalu edhe në për fazat e pandemisë, por edhe në rritjen e asaj që është ekstremi i djathtë brenda Kosovës, dhe sidomos për shkak të ndikimit armiqësor që Serbia fatkeqësisht e luan, dhe duket që nuk është që ka zbe aktivitetet e saj, përkundrazi vetëm ka tentuar të rrisë ato në mënyrë që Kosova të jetë e paqëndrueshme dhe të futet në destabilizim. Po, si arriti që pandemia, një situatë shëndetësore, mjekësore, le të themi një krizë nga aspekti i shëndetit njerëzor të rrisë ndikimin e të djathtës, ndoshta edhe të djathtës ekstreme? Është jashtëzakonisht interesant me pa ndërlidhen edhe se si kjo ndërlidhet me thelbin e qëllimit ose një prej instrumenteve të qëllimeve që kanë lufta hibride. Pra, ideja është që thellimi i polarizimeve, i përçarjeve brenda shoqërisë, brenda popullit, në rastin e Kosovës, në dy drejtime, brenda midis shqiptarëve, shumicës dërmuese dhe minoriteteve tjera, kryesisht serbëve. Dhe thellimin e përçarjes edhe brenda grupeve të njëjta, pra brenda një komuniteti. Lidhet me ose përdoren arsye të ndryshme dhe motive të ndryshme, por se qëllimi është destabilizimi. Tash, çështja ose rasti i pandemisë normalisht që ka ndikuar në rritje të çmimeve, në pasiguri, sepse siguria bëhet shumë shpesh gabimi kur flitet për sigurinë si aspekt fizik. Sepse siguria mbi të gjitha është sekura, është kujdesi, është ndjenja është aspekt i ndjenjes para se të jetë aspekt fizik. Dhe sepse ka njerëz, sot janë, çdo kohë nëpër botë, ka njerëz që janë nëpër burgje, por ndjenja atyre nuk është e sigurisë. Pra, do të thotë njëri edhe kur është i izoluar, nuk do të thotë që ndihet i sigurt. Dhe kjo e ka rrit ndjenjen e pasigurisë, e ka rrit sfidën ose kërcënimin e mirëqenies, dhe rrjedhimisht e ka rrit edhe reagimin negativ ndaj sistemit politik, ndaj legitimitetit vendimeve, legitimitetit proceseve,
e që është një prej qëllimeve elementar, prej 3 qëllimeve elementar të luftës hibride, është ulja e besimit të qytetarëve, popullit ndaj institucioneve publike, ndaj shtetit. E në rastin e Kosovës, kjo normalisht që e ka ndiku kogja shumë dhe rrjedhimisht në këtë situatë ekstremi i djathtë është ai që përfiton, sepse i kthehet qoftë nacionalizmit, qoftë gjuhës urrejtjes dhe urrejtjes nderetnike në rastin tonë, por edhe ekstremeve tjera të cilat ndërlidhen patjetër si kundërreagim ndaj kësaj. Po njëri nga qëllimet e luftës hibride është ulja e besimit në institucione. Cilat janë ato 2 tjerat? Një prej qëllimeve të para është ulja e besimit në institucione, e dyta është thellimi i përçarjes, nëse ekzistojnë ato thellimi, nëse nuk ekzistojnë krijimi e atyre përçarjeve, dhe treta është definitivisht ulja e besimit dhe mos besimi në vlerat perëndimore. Pra, kur ne dëgjojmë në vazhdimsi që rritet euroskepticizmi, që rritet kjo ndjenja ose rezistenca ndaj kërkesa për reforma, qoftë ligjore, qoftë politike, qoftë ushtarake, qoftë ekonomike, në mënyrë që shtetet tona, edhe Kosova, edhe Maqedonia të antarësohet tash në BE për ne edhe në NATO, atëherë këto kërkesa shihen si diçka të padrejta, si diçka që BE-ja ose NATO po vendos kërkesa kundër nesh, jo pro nesh. E në fakt e vërteta është e kundërt. Pra, këto kërkesa janë për ne, për demokratizimin tonë, për rritjen e konsolidimit të demokracisë në brenda shtetit, edhe për arritjen e një stadi ku mund të jemi të barabartë ose të ngjashëm me vlerën perëndimore. Dhe kjo është një prej targeteve, pra një prej këtyre 3 targeteve, në mënyrë që popullata pastaj të jetë edhe euroskeptike, edhe kundër këtyre lloj reformave që janë të domosdoshme dhe janë për këtë popullat, por popullata nuk e kupton ashtu. Për kë do t'ishte libri i domosdoshëm për ta lexuar dhe kush mund ta merr për rekreacion, por që unë mendoj që ky libër duhet lexuar nga të gjithë, po kush e ka me dojmë mos që ta lexon këtë libër? Unë besoj që studentët dhe studiuesit mund të përfitojnë nga leximi i librit, por po ashtu edhe profesionistët e fushës së sigurisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, dhe ka pjesa tjetër e njerëzve që mund ta marrin për rekreacion, mund të jetë kryesisht njerëz që kanë një nivel të caktuar të edukimit, e që janë të interesuar për ato që ka ndodhur me jetën e tyre dhe me shtetin e tyre. Duke qëndruar në këtë, sa dim ne se çfarë ndodh me jetën tonë e cila në një dozë është e themi e koordinuar brenda një sistemi vetëm më të ndërtuar të shteteve? Sa dim ne për sigurinë, sa dim ne çfarë roli luajmë ne dhe çfarë roli luan shteti në jetën tonë? Tash jemi në fazën shumë kritike të këtij gati ta themi revolucionit digital që po ndodh nëpër botë, e në cilën shtetet tona të vogla dhe jo shumë të zhvilluara përballen në mënyrë të papërgatitur. Pra jemi të papërgatitur për përballjen me rreziqet ose sfidat që vijnë prej revolucionit digital, dhe jemi të papërgatitur për të përfituar nga këto tools, këto instrumente të mëdha që po i jep revolucioni digital. Dhe rrjedhimisht një prej aspekteve është kjo pjesa e informacionit të tepërt që e konsumojnë. Pra, qytetari sot konsumon informacion pa mas dhe konsumimin atij informacioni e merr kryesisht në pak sekonda. Pra, humbet interesimi për të fokusu në detaje, humbet interesimi jo i qëllimshëm, po si rrjedhoj e këtyre bumit të informacioneve, dhe rrjedhimisht e humbim aftësinë për ta identifikuar nëse informacioni është i saktë apo është lajm i rrem, pra nëse informacioni është i rrem. Dhe sistemi i ri i tashmë i avancuar i asaj që shihet si doppelganger ose mediave
fantome, po që janë si sozi të medjave reale, po e dëmton thelbin e informacionit, rrjedhimisht thelbin e sigurisë, sepse me gjitha siguria është e ndërlidhur me rolin edhe individit në raport me shtetin. Çka duhet bëjmë për ta ndërtuar një relacion tjetër, është normalisht modernizimi i sektorit sigurisë, që në shumë shtete që kanë shkollë të zhvilluara të modernizimit, sikur se janë shtetet baltike, për shembull, ose Islanda në pjesën tjetër të Evropës, ata kanë arrit jashtëzakonisht me sukses të ballafaqojnë deri tash sfidat e këtij bumit të informacionit, kryesisht duke i modernizuar institucionet e sigurisë, e që është detyrë e shteteve tona në mënyrë të patjetërsueshme. Pra nuk mundet që shteti të jetë më, hajtë po them, më klasik, për mos thënë më primitiv në instrumentet që i përdor, dhe pjesa tjetër të jetë jashtëzakonisht e zhvilluar, sepse qytetarit mesatar, studenti, studiuesi të tjerë, mbeten në mëshirën e këtij bumit të informacionit që kryesisht janë të rreme, e që nuk mund të identifikojnë se cilat janë ato. Sa të sigurt ndjehen qytetarët në Kosovë, po edhe më gjërë, flasim edhe për rajonin. Shohim që siguria ka arritur qëllimin që në çdo shtëpi të qytetarëve ata të ndjehen të sigurt? Në fakt, sidomos pas luftës në Ukrainë, por edhe me motive tjera, lokale e rajonale të na, ky termi i sigurisë, që në studimin e sigurisë që sigurizim i shoqërisë, pra siguria është kthyer në prioritetet e diskutimit qoftë në familje, se lërë në televizione, ose në parlament, ose në qeveri, në institucione, dhe kjo e ka edhe aspekti negativ, pra sepse kërkon që qytetarët të mendojnë vetëm për një temë si kërcënim, dhe ndërkohë që zhvillimi demokratik i atyre shteteve ngel mbrapa ose pëson edhe regres. Tash, siguria të ne në Kosovë, siguria në rajon, është absolutisht e ndërvarur ose e ndërlidhur prej aktivitetit armiqësor të shteteve jo demokratike, Rusisë, Kinës, Iranit, e shteteve tjera që kanë interese të tilla, por edhe prej aktorëve jo shtetëror, pra organizatave ndryshme që tentojnë të ndikojnë në destabilitetin e shteteve. Ne në Kosovë përballemi pa asnjë dilemë me rrezikun nga Serbia në kuptimin e luftimit të çdo të arriture të Kosovës, sipas një modeli kësishërës që është i themeluar dhe jep trajnime për serbët, për Serbinë në atë që njihet si qendra humanitare ruso-serbe në Nish, po që në realitet është një qendër e aktiviteteve ilegale dhe armiqësore, si qendër e spionazhit në Ballkan, e që normalisht i jep edhe sfidë të vazhdueshme, edhe rrezik të vazhdueshëm qëndrueshmërisë së shteteve. E mira e Ballkanit tash për tash është që shumica e shteteve në Ballkan tashmë janë anëtare të NATO-s, dhe kjo është një prej arriturave më të mëdha që ka Ballkani në kuptimin e sigurisë rajonale, dhe antarësimi atëherë i Maqedonisë së Veriut ka qenë një prej, ta themi, bloqeve kryesore ose gurëve kryesor në atë murin e sigurisë rajonale, por që Kosova, Serbia dhe Bosnia-Hercegovina mbeten edhe matutje jashtë kësaj organizate, e që për Kosovën është përparësi sepse NATO është prezente në Kosovë, por interesimi i Kosovës edhe është dhe duhet jetë hapat jashtëzakonisht shpejt në NATO për ta arritur sigurinë kombëtare, por edhe për të ndihmuar sigurinë rajonale. Unë personalisht do doja që Serbia të largohet prej statusit të deklaruar neutral, por praktikisht pro-lindor, dhe të antarësohet në NATO, sepse kjo do ta ndihmonte sigurinë globale, do ta reformonte edhe ushtrinë ose forcat armatosura të Serbisë,
sikur se ka ndiku më herët në shtete tjera, por fatkeqësisht duket kohë e largët apo e domosdoshme për të ndodhur vetëm pas një lloj revolucioni që unë pres që të ndodhë në Serbi në vitet në vazhdim, i cili tashmë i ka shkëndijat e para me protestat e vazhdueshme dhe me dhunën qeveritare, dhe unë pres që edhe atje të ndodhë ndryshim i regjimit, ndoshta përmes një forme më të lehtë revolucionare, por domosdoshme edhe të ose të pa shmangshme në Serbi. Ta zgjerojmë pak gjeografikisht le të themi bisedën. Kosova dhe Serbia patjetër mbetet një çështje e hapur e sigurisë, apo le të themi kështu mungesës së sigurisë, por çfarë ndodh edhe me shtetet tjera, nëse zgjerojmë bisedën edhe në rajon, Ballkanin në përgjithësi? Tashmë është e qartë se Shqipëria ka marrë rol frontliner, është ai shteti që po prin në proceset integruese sa i përket shteteve që janë në këto procese. Fatkeqësisht ndikimi i Serbisë dhe i Federatës Ruse në Bosnjë e Hercegovinë po vazhdon të jetë i fortë, pa çka se përfundimi i domosdoshëm i Dodikut atje dhe elitës së deri tashme nacionaliste serbe në Bosnjë e Hercegovinë është përfundim ligjor, pra duhet të ketë arrestime edhe ballafaqim me drejtsinë në mënyrë që Bosnja e Hercegovina ta mbajë funksionalitetin e saj dhe vetëm pas kësaj mund pritet që vetoja serbe brenda Bosnjës së Hercegovinës të jetë më e butë apo më fleksibile dhe më demokratike. Në Maltëzi kemi në vazhdimsi tendenca serioze të influencimit rus dhe serb, dhe kjo është po edhe vitin 2016 kur ka pas tentim atentat ndaj presidentit atëhershëm Đukanović, edhe në rrjedhën e tentimit të delegitimimit proceseve atje. Unë besoj që Malizi është sfidë për NATO-n edhe për sigurinë në rajon, kryesisht nga brenda. Ndërkaq tek Maqedonia e Veriut, që është pjesë që ju gjithë e njeni shumë ma mirë se unë, po nga këndim se si e shumë, besoj që Maqedonia e Veriut është në periudhën e nivlimit të domosdoshëm para një reforme serioze edhe brenda shtetit, edhe brenda komuniteteve ose popujve që jetojnë këtu, e i cili nuk është proces i lehtë, por duhet të jetë jashtëzakonisht i arsyeshëm. Unë besoj që në Maqedoninë e Veriut proceset e mëdha janë kurnizu, por nuk kanë përfundu, dhe është domosdoshme që të ulet euroskepticizmi që e ndjej apo e analizoj, dhe të njëjtën kohë tek pjesa e strukturës politike dhe institucionale, e sidomos tek shqiptarët, unë besoj që është e domosdoshme në ndrym i jashtëzakonshëm, i cili mund vi në periudhën e viteve tashme, kur do të ndërtohet një elitë e re, keqësisht politike dhe institucionale, me qëllime të reja edhe me synime për të pasur rol vendimtar brenda shtetit. Ne folëm pak më parë për atë se si qëndron situata nga optika juaj gjithmonë në rajon sa i përket sigurisë. Mirë po, të flasim pak më shumë edhe për situatën e shqiptarëve brenda Maqedonisë së Veriut. Ku i shohim ata ndoshta në vitin 2030? Do ketë lëvizje? Do ketë oscilime, le të themi? Unë jam i bindur që po, do të ketë lëvizje, do të ketë ristrukturim të skenës dhe elitës politike e institucionalet shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Normalisht para se me dalte ajo, më duhet me konstatu që unë jam i shqetësu me mungesën e një platforme të qartë të interesit shqiptar brenda si qytetar të Maqedonisë së Veriut, dhe besoj që është e domosdoshme që të vendosen pika të platformës së përbashkët për të arritur qëllimin e përbashkët, i cili pasaj nuk është fare me rëndësi se cila
po them kështu, cila mahall politike punon apo e realizon ato. Unë besoj që edhe në këto vite, sidomos prej përfundimit të luftës këtu, shqiptarët kanë arrit ato që nuk kanë besuar që mund t'i arrisin, por që nuk janë të mjaftueshme për ta pas rolin që i takon dhe për të pas demokratizim të shoqërisë. Unë e shoh këtë pjesë si të domosdoshme, si pjesë e demokratizimit të tërë Maqedonisë së Veriut, për popullatës këtu, që mbi një time në shtet dy kombësh është i domosdoshëm për ta funksionizuar shtetin e Maqedonisë, me rolin e gjithë secilit në interes kombëtar, ta themi nacional të shtetit, por fatkeqësisht me këtë lloj të ndërveprimit politik që unë e shoh që ekziston këtu tek shqiptarët, është e pamundur që të lëvizet shumë më shpejt apo shumë më përpara. Besoj që do duhet që në gjendet forca e përbashkët për të tejkalu interesin e ngushtë, për të tejkalu hatërmbetjet e ngushta dhe si e tillë të kalohet në një gjenerat të re politike, në një gjenerat të re të elitës politike institucionale, e cila është jo vetëm pro-perëndimore, por është e aftë dhe e përgatitur për ta çu përpara edhe interesin e shqiptarëve edhe interesin e Maqedonisë tërësi. A vlerësoni se ndoshta duhet të kemi një front të bashkuar kur bëhet fjalë në aspektin politik, ndoshta të partive politike, ku veprohet si një njësi? E domosdoshme të ndërtohet një platformë e përbashkët. Ajo platformë e përbashkët mund të jetë e ndarë në veprime, në kuptimin e grupacioneve politike, sepse jetojmë në demokraci dhe askush nuk duhet mendoj mbi një time që duhet ketë uniformitet në organizim politik, por në qëllime politike dhe qëllime kombëtare, kjo platformë nuk ekziston. Dhe këtë platformë nuk mund ta bëjnë njerëzit apo grupacionet ose elitat e tashme që politikën dhe të bërit politik e ndërlidhen me hatërmbetjet, me qëllimet personale, me qëllimet grupore apo të tjera. Pra besoj që kjo është thirrje, duhet jetë thirrje edhe për elitën e tashme shqiptare në Maqedoni, që të filloj ndërtimin e një platforme të përbashkët dhe të njëjtën kohë të hap derën, të hap rrugën, të hap krahun, që thënë në Shqipëri, për elitën e re të shqiptarëve në Maqedoni, sepse është edhe më shkolluar, edhe më ditur, edhe më e gatshme që të zhvilloj veten dhe zhvilloj Maqedoninë tërësi, sepse megjitha unë asnjëherë nuk e kam pa dhe nuk e shoh as sot asnjë lloj interesi të shqiptarëve në Maqedoni për t'i bërë keq Maqedonisë, për ta dëmtuar ekzistencën dhe demokracinë në Maqedoni, dhe kjo është një prej bazave që shqiptarët dhe elita e tyre duhet marrin avantazh. Pra është më shumë unë besoj që shqiptarët janë ata që e mirëmbajnë ekzistencën e pa destabilizuar të shtetit Maqedonisë së Veriut, sesa që mund ta ketë dikush tjetër. Dhe këtë unë e shoh në një proces të natyrshëm dhe të domosdoshëm të ndërimit të elitës politike, duke respektuar definitivisht të gjithë njerëzit të cilët në një formë ose në një formë tjetër janë simbole të asaj që shqiptarët kanë kaluar gjatë këtyre 20 pak vitesh. Pra asnjë shoqëri nuk duhet të hedh poshtë simbolet e veta, garantet e vet ose garantorët e vet për sigurinë dhe për mirëqenien e tyre, por se për të arritur shumë më shumë do duhet të ndërtohet në elitë e re, edhe unë besoj që kjo do ndodhë shumë shpejt. Shohim dritë në fund të tunelit për një të ardhme, le të themi, më të afërt? Unë edhe në libër, kur flas për Kosovën, kryesisht, po edhe për shtetet në rajon, pavarësisht se duket klishe, e them që e ardhmja jonë do të jetë saktësisht çfarë duam ne. Por, për ta ditur se
cila do tjetë ajo, ne duhet vendosim se çka po duam. Dhe unë besoj që një prej problemeve serioze, që është edhe në Kosovë, edhe në Macedoni, sidomos të shqiptarët, është thelbi i pyetjes çka po duam ne. Do thotë, nëse ne duam që të ndërtojmë rrugë euroatlantike, e cila nuk është rrugë për Evropën dhe për NATO, por është rrugë për ne, nën kupton rritjen e kapaciteteve tona dhe mos hapjen e temave të cilat pastaj na kthejnë qoftë në histori, qoftë në alternativa tjera ndaj rrugës euroatlantike. Dhe nëse ne e duam që t'jemi me drejtat plota antar në BE, në NATO, kjo domosdoshmërisht lidhet me konsolidimin e demokracisë sonë. Sepse ne, Macedonia Veriut është antare e NATO-s me drejtat plota, por problemet e konsolidimit e demokracisë nuk janë zhdukur. Ato mbeten dhe shpeshherë edhe rriten, kryesisht prej frymave euroskeptike që ekzistojnë këto. Dhe nëse ne duam që ta arrijmë këtë stad, ne nuk duhet që vendosim pikpyetje në ekzistencën tonë, nuk duhet vendosim pikpyetje në raportet tona me partnerët perëndimor, kryesisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimin tërësi, dhe nuk duhet vendosim pikpyetje në arritjet tona. Nëse ne bijem në vazhdimsi sikurse opinioni publik Kosovë për një periudhë gjatë ka rënë prej e fjalisë Kosova është shkatruar 20 vjet. Dhe nëse ne bim prej në vazhdimsi në këtë lloj sentenca armiqësore realisht të luftës hibride, atëherë ne mbetemi në vorbullën e diskutimit mes nesh, brenda nesh dhe nën nesh, por asnjëherë mbi ne dhe mbi të ardhmen tonë. Kështu që një dritë në fund të tunelit ka, vetëm nëse ne vendosim të punojmë në atë drejtim. Absolutisht. Drita ekziston dhe unë jam i bindur që shqiptarët edhe këto, edhe në Kosovë, do të arrijmë që shumë shpejt ta ndërtojmë këtë zërin e arsyes, zërin profesional të njerëzve në elitën politike dhe institucionale, dhe si e tillë normalisht që kërkon pak ndoshta jo sakrificë nga elita aktuale, por po ashtu edhe vedisim për hapjen e rrugës. Unë ju falenderoj shumë që morët rrugën dhe erdhët sot këtu në Shkup për të folur mbi këtë temë dhe që i zgjeruam pak diapazonin gjeografik, dhe falenderoj shumë edhe për librin që është i qasshëm për gjithë që duan të mësojnë më shumë në këtë temë. Faleminderit juve, është kënaqësi për mua. Faleminderit. Ne këtu mbyllim emisionin për ditën e sotme. Unë ju lë ritakim javën e ardhshme në po të njëjtin orar nga ora 15 në ora 16. Do shihemi së bashku. Mirupafshim.